Në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtimalia, në klasën e arteve dhe zejeve, fëmijët po ngjyrosin vezët për festën e Pashkëve. Mësuesja Stella Toska shpreh se në çdo fest fëmijët janë të pranishëm me punimet e tyre. Ky është një kurs ku fëmijët mësojnë hapat e parë të artit, edhe të pikturës hapat e parë, hekun ato frikën që të përdorin pinelat, bojrat e tjera. Sot me që jemi afër festës të Pashkëve, kemi vendosur të pikturojmë vezët, të cilat i kemi bërë me forma të ndryshme, si nuse pashk, si lepër i pashkëve, të cilin do ta bëjmë në ngjyra të ndryshme, fëmijët do ta vendosin vetë, bletën, lule shtrydhet e tjera. Unë do pikturoj me ngjyrë roz dhe do adhuroj hallës. Me ngjyrë verdhe me ngjyrë shile. Do bëj me kuqe edhe me zezë. Çfarë do të pikturoj, çfarë figure? Nuse pashk. Do të përdor të zezë, bluhe edhe të bardhë. Dhe unë dua t'i adhuroj motrës që e ka diljenjen në ditën e Pashkut. Lule shtrydhe dhe për ngjyra kam përdor të kuqen edhe jeshilen. Fëmijët janë ata që i duan festat më shumë, duke bërë që së bashku të kalojnë me njëri tjetrin një kohë të bukur dhe kreative. Ata të gjithë së bashku me gjithë zemër urojnë për RTS Shkodra